Shporta minimale dhjetorit rritet për 319 denar, një familje 4 antarësh i duan 1.100 euro për të kaluar muajin. Në kongresin e 5 të BDI-së miratohen 4 rezoluta. Kryetari Ali Ahmeti tha se ky kongres është reflektim për të ardhmen e vendit. Shkupi sërishi dytin e Europë për nga ndotja e ajrit. VMRO të PMN dhe LSDM akuzojnë dhe tallin njëra tjetrën. Nismë për zgjerimin e sistemit Safe City. Kamerat do të kapin edhe shoferët që hedhin bishta cigaresh dhe mbeturina nga dritarët e makinave. Të nderuar shikues, përshëndetje. Jetesa e qytetarëve nga muaj në muaj sa vjen e shtrejtohet. Vlera e shportës minimale sindikale për dhjetorin është rritur për 319 denar krahasuar me nëntorin. Për të kaluar dhjetorin, një familje 4 antarësh i duan rreth 1.100 euro, por nëse jeton me qira, atëherë i nevojiten 80.867 denar. Ndërka që qeveria ka planifikuar që të ndryshojë llogaritjen e shportës minimale, temë të cilën do ta diskutojnë në Këshillin Ekonomik Social, i cili është planifikuar të mlitet të hënën më 22 dhjetor. Vlera e shportës minimale sindikale që llogaritet nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë për dhjetorin e këtij viti është 65.492 denar, duke rritur për 319 denar krahasuar me shportën minimale të muajit kaluar, që ishte 65.173 denar. LSM njoftoi se nëse jetohet në banesë me qira prej 60 metrash katror, shporta minimale sindikale për dhjetorin arrin në 80.867 denar. Sipas llogaritjeve të LSM-s, për dhjetorin nevojiten 23.640 denar për ushqim dhe pije, 7.159 denar për arsim, 6.130 denar për qira, ujë, energji elektrike dhe ngrohje, 5.875 denar për feshje dhe këpucë, 4.636 denar për transport, 4.131 denar për restorante dhe hotele, 3.417 denar për komunikime dhe 2.620 denar për higjienë personale dhe mirëmbajtje të shtëpisë. Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe Punës Marian Risteski para pak ditësh njoftoi se nga 1 janari, përveç që sindikatët do të llogarisin shportën minimale të konsumit, edhe qeveria do të bëjë llogaritjen e shportës mesatare të konsumit, që do të jetë për një familje më të paktën 4 antar. Kjo temë do të diskutohet në Këshillin Ekonomik Social, i cili është planifikuar të mblidhet në të hënën më 22 dhjetor. Risteski sqaroi se do të merren parametrat nga supermarketet më të mëdha në Maqedoninë e Veriut, parametrat e produkteve bazë ushqimore dhe gjithçka që është e nevojshme për jetën mesatare të një familje mesatare maqedonase. Gjithashtu do të merren të dhëna nga rajonet ndryshme dhe më shpesh frutat dhe perimet do të jenë ato që janë karakteristike për periudhën kur bëhet llogaritja. Në një kongres të cilësuar si moment reflektimi dhe nisjeje për një fazë të re politike. Bashkimi Demokratik për Integrim ka prezantuar sot një platformë të gjerë politike për të ardhmen e Maqedonisë Veriut, duke vënë theksin në forcimin e shtetit unitar përmes barazisë, konsensusit dhe përfaqësimit real të gjitha komuniteteve. Në kuadër kongresit u miratuan edhe 4 rezoluta në bazë të cilave do të shtrijë aktivitetin politik kjo parti në periudhën vijuese. Rezoluta për përforcimin e karakterit unitar të shtetit dhe konsolidimin e barazisë funksionale për shtetin e së drejtës, drejtësinë e pavarur dhe rikthimin e besimit në institucione, marrëveshje kombëtare për përparimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, si dhe integrimi evropian janë 4 rezoluta që ka miratuar sot Bashkimi Demokratik për Integrim në Kongresin e 5 të partisë. Sipas paralajmërimeve të BDI-s, ky kongres pritet të sjellë reforma brenda strukturave partijake. Në fjalimin e tij, lideri i Partisë Aljamiti tha se BDI po hyn në një fazë të re politike, më e hapur, më moderne dhe më e përgjithshme. Ai ka bërë thirrje të rinjve grave, profesionistëve dhe diasporës të bëhen pjesë aktive e këtij procesi shtetformues. Ky kongres nuk është vetëm një stërvitje organizative brenda partijake, por është një ndalesë e reflektimi dhe një pikë nisje për fazën e ardhshme të vendit tonë.
Bashkimi Demokratik për Integrim nuk lindi si parti e zakonshme. Ne lindëm nga nevoja për paqen, nga kërkesa për barazi dhe nga bindja e thellë se ky vend mund të jetë i qëndrueshëm vetëm nëse është i drejtë dhe me mundësi të barabartë. Ameti Matej, duke folur për funksionimin aktual të shtetit, tha se uniteti i shtetit nuk mund të ndërtohet mbi shumicë mekanike dhe majorizim, por mbi legjitimitet të dyfisht, respekt të ndërsjellë dhe besim ndërkomunitar në frymën e marrëveshjes paqësore të Ohrit. Në këtë drejtim ai propozon 3 masa kyçe për funksionimin e shtetit, zgjedhjen e qeverisë me shumicë të dyfisht që nënkupton që çdo qeveri e re të votohet me padenter, zbatimi i parimit të padenterit në gjykatën kushtetuese dhe thellim të decentralizimit dhe qeverisjes lokale. Ky propozim politik synon të konsolidoj unitetin e shtetit, jo përmes dominimit të shumicës, po përmes partneritetit të barabartë ndërtnik, funksionimit të drejtë të institucioneve dhe fuqizimit të pushtetit lokal. Kjo është rruga vetme për një Maqedoni të Veriut stabile, funksionale dhe të drejtë për të gjithë qytetarët e saj. Kongresi i BDI-s vjen pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale ku kjo parti dhe koalicioni që udhëhiqte pësuan humbje të thellë. Nga partia kanë theksuar se ky takim përbën një moment kyç për përcaktimin e drejtimit të ardhshëm politik, organizativ dhe programor. Deputeti i Levicës Sashko Jançev do të përballet me akt akuzë të prokurorisë themelore publike për vepër të rënë penale kundër sigurisë në komunikacion lidhur me aksidentin e 14 shtatorit në fshatin Marino, ku ishin të përfshirë 2 të mitur, prej të cilëve njëri vdiq në spital nga lëndimet e marra në aksident, ndërsa tjetri mori lëndime të rënda. Sipas prokurorisë, Jançev shkaktoi aksidentin duke shkelur rregullat e trafikut. Prokuroria Themelore Publike ngriti akt akuzë kundër deputetit nga Partia Levica Sashko Jançev për veprën penale, vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion, sipas nenit 300 paragrafi 4 në lidhje me nenin 297, paragrafi 3 dhe paragrafi 1 të kodit penal. Akt akuza ka të bëjë me aksidentin e rënd rrugor që ndodhi më 14 shtator pas mesnate në fshatin Marino të Shkupit, në të cilin humbi jetën 16 vjeçari Matej Dimovski, ndërsa bashkëdhëtarja e tij 13 vjeçare mori lëndime të rënda. Nga prokuroria shtuan se prokurori publik i siguroi të gjitha provat dhe përmes ekspertizave përkatëse i përcaktoi shkaqet e aksidentit rrugor. I dyshuari drejtonte një automjet Hyundai Tucson, por nuk u përmbajt rregullave dhe me këtë rrezikoi trafikun publik duke vënë në rrezik jetën dhe trupin e njerëzve. Ai ktheu automjetin në mënyrë të parregull pa u siguruar se mund të bënte këtë pa rrezikuar pjesëmarrësit e tjerë në trafik. Në atë moment, automjeti u godit nga një motor Yijing pa targa regjistrimit dhe pa pajisje ndriçimit të instaluara, të cilin e drejtonte 16 vjeçari Matej Dimovski. Drejtuesi i motorit nuk posedonte leje drejtimi, ndërsa ai dhe pasagjeri e tij nuk mbanin helmeta mbrojtëse. Si pasojë lëndimeve të marra në aksident, 16 vjeçari ndroi jetë, ndërsa pasagjeri e tij 13 vjeçare u lëndua rënd. Kujtojmë se prindërit e vajzës 13 vjeçare që u lëndua rënd në aksidentin rrugor, më 11 dhjetor i dërguan letër kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi me kërkesë për heqjen e imunitetit të deputetit Sashko Jançev. Në letër, prindërit shprehen shqetësimin e tyre për ndikimin mbi procesin gjyqësor pasi ende nuk është ngritur akt akuzë për këtë ngjarje tragjike. Ata shprehin dyshime se deputeti mund të keq përdor funksionin e tij dhe të thirret në imunitetin parlamentar, me rast siç theksojnë, do të shmangte masa të mundshme për sigurimin e pranisë ose masa të tjera që do t'i përcaktonin organet kompetente. Për këtë arsye, ata kërkuan nga Gashi që në rendin e ditës të Kuvendit të vendos kërkesën për heqjen e imunitetit të Jançevit. Megjithatë, Gashi tha se nuk është kompetent për këtë gjë dhe se në lidhje me këtë duhet të vendosin organet kompetente. Përkatësisht, kërkesa për heqjen e imunitetit të deputetit duhet të jetë kërkesë institucionale. Kuvendi ka modernizuar web-faqen zyrtare duke integruar teknologji të reja të qasshme për personat me nevoja të veçanta. Platforma digjitale tani mundson qasje më të lehtë për personat me dëmtime vizuale, motorike dhe njohëse.
Ky investim që është në përputhje me direktivën europiane ndjek praktikat më të mira të qeverisjes digjitale dhe respektimit të drejtave të njerëzit. Prandaj, i njëjti nuk është vetëm përmirësim teknik, por një shprehje e qartë angazhimit për transparencë, digitalizim, inkluzivitet qytetar dhe demokraci më funksionale, kur informacioni është i qasshëm dhe edhe institucionet bëhen më të hapura dhe më të besueshme. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut vazhdon të ndërtojë ura komunikimi me qytetarët, duke dëshmuar se transformimi digital merr kuptim të plot vetëm atëherë kur është gjithëpërfshirës, thuhet në njoftimin e kuvendit. Shkupi vazhdon të qëndrojë në kryet listave europiane për nga ndotja e ajrit edhe sot sërish u renditi dyti në Europë. Autoritetet shëndetësore u bën thirrje qytetarëve, veçanërisht fëmijëve, të moshuarve dhe të sëmurëve kronik, të shmangin qëndrimet e zgjatura në natyrë. Shkupi mbetet qyteti i dytë më i ndotur në Europë dhe i 19-i në botë, sipas të dhënave nga platformat online të monitorimit të cilësisë së ajrit. Përqendrimet e grimcave PM10 dhe PM2.5 janë dukshëm mbi kufijtë e lejuar, gjë që përbën një rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve. Orët më kritike janë në mëngjes dhe në mbrëmje, kur për shkak të inverzionit të temperaturës dhe erërave të dobta, ajri i ndotur mbetet i bllokuar mbi qytet. Një faktor shtesë janë ogjaqet individuale, trafiku i shtuar dhe burimet industriale në rajonin më të gjerë. Ndaj, si shkak i kësaj, autoritetet shëndetësore u bëjnë thirrje qytetarëve, veçanërisht fëmijëve, të moshuarve dhe të sëmurëve kronik, të shmangin qëndrimet e zgjatura në natyrë, të përdorin maska mbrojtëse dhe nëse është e mundur pastrues ajrit të brendshëm. Ndërkaq, për këtë situatë nga institucionet kompetente kërkohet përsëri të marrin masa urgjente dhe afatgjate për të zvogëluar ndotjen, duke përfshirë kontrollin e burimeve, përmirësimin e transportit publik dhe stimulimin e metodave më të pastra të ngrohjes. Ndërkaq që VML dhe VMN dhe LSDM kanë shkëmbyer akuza dhe tallje rreth ndotjes së ajrit në Shkup. Në reagimet e tyre ato kanë cituar deklaratat e Mickoskit dhe Zaevit për ndotjen dhe pastrimin e ajrit në kryeqytet. Ndjes për problemin teknik, vazhdojmë me lajmin e radhës. Iniciativa qytetare për një Maqedoni më të pastër propozon përdorimin e sistemit qytet i sigurt për detektimin dhe ndëshkimin automatik të hedhjes së mbeturinave dhe bishtave cigareve nga automjetet. Sipas tyre, kjo dukuri është problem serioz mjedisor dhe rrezik për sigurinë publike, përfshir rreziku nga zjarret. Iniciativa thekson se sistemi tashmë funksionon për shkelje në komunikacion dhe mund të zgjerohet teknologjikisht dhe për këtë qëllim. Masa synon uljen e ndotjes, përmirësimin e disiplinës në trafik dhe rritjen e ndërgjegjësimit qytetar. Iniciativa qytetare për një Maqedoni më të pastër ka nisur një nismë për vendosjen e detektimit dhe ndëshkimit automatik të hedhjes së bishtave të cigareve dhe mbeturinave nga automjetet përmes sistemit qyteti i sigurt, me qëllim uljen e ndotjes dhe rritjen e ndërgjegjësimit ekologjik publik. Nga iniciativa theksojnë se hedhja e bishtave të cigareve dhe mbeturinave nga automjetet prej vitesh paraqesin një problem serioz në vend, si nga aspekti i ndotjes, ashtu edhe nga ai i sigurisë publike. Sipas tyre, vendosja e sanksioneve automatike do të çojë në një ndryshim të shpejtë të zakoneve të qytetarëve, gjë që konfirmohet edhe nga studime të shumta ndërkombëtare. Ky është një ndryshim i vogël sistemik, por me përfitime të mëdha. Kur shkelet detektohen dhe ndëshkohen automatikisht, qytetarët shumë më shpejt e ndryshojnë sjelljen. Sipas tyre, teknologjikisht është e mundur që sistemi të përmirësohet me një algoritëm për njohjen e hedhjes së objekteve nga automjetet, praktik që tashmë aplikohet në disa qytete europiane. Nga iniciativa për një Maqedoni më të pastër, sqarojnë se bishtat e cigareve janë lloji më i shpeshtë i mbeturinave në rrugë, trotuare dhe përgjatë rrugëve. Një bisht cigareje përmban substanca toksike si nikotina, plumbi dhe arseniku, ndërsa për tu dekompozuar plotësisht nevojiten deri në 10 vite. Për më tepër, fije mikroplastike nga filtrat përfundojnë në tokë dhe ujëra, duke shkaktuar ndotje afatgjate.
Hedhja e bishtave të cigareve nga automjetet, sidomos gjatë lëvizjes, mund të shkaktojë zjarre serioze pyjore, të cilat çdo vit shkaktojnë dëme të mëdha në natyrë, pronë dhe në sigurinë e qytetarëve. Iniciativa për një Maqedoni më të pastër thekson se vendosja e detektimit dhe ndëshkimit automatik do të kontribuojë në uljen e ndotjes, zvogëlimin e numrit të zjarreve, rritjen e disiplinës në komunikacion dhe zhvillimin e një shoqërie më të përgjegjshme dhe moderne. Është më tej me lajmet, partia Shqipëria bëhet ka zhvilluar të shtunën një protest para kryeministrisë, ku kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministit Edi Rama. Mes protestuesve dhe policisë janë shënuar disa herë përplasje, pasi këtë të fundit kanë tentuar të heqin gjeneratorin që përdoret nga kreu i kësaj partie, Adretik Llapa, i cili prej ditësh proteston para kryeministrisë. Në fjalën e tij para protestuesve, Llapa i kërkoi kryeministit Rama të dorëhiqet, ndërsa i ka bërë thirrje të rive të bashkohen me kauzën e tyre. Ftoi qytetarët të bashkohen dhe që Rama të dorëhiqet. Premtimet që dha Rama gënjeu dhe nuk i mbajti. Është koha që brezi i ri të bashkohet, është koha e së mirës kundër së keqes. I them Edi Ramës nga ky shesh, çdo veprim, çdo nismë që merr ndaj nesh je absolutisht në konflikt me familjen Llapaj drejt për drejt. Kam një thirrje për diasporën, është koha për të çliruar MMV-un. Forca, tha Llapaj. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, theksoi sot se përveç aktit të njohjes të premten në Nassau, kryeqytetin e Commonwealthit të Bahamas, së bashku me kryeministin Philip Davis nënshkruan edhe marrëveshjen për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Presidentja në një postim në rrjetin social Facebook shkruan se Kosova ecën përpara duke fituar miq. Ky akt forcon subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës dhe zgjeron rrethin e shteteve tona mike që besojnë në vlerat e lirisë, sovranitetit dhe bashkëpunimit. Kosova mbetet e përkushtuar ndaj partneriteteve të sinqerta në shërbim të paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar, shkruan Osmani. Shobaja nisi një operacion në Siri në hakmarrje për sulmin vdekjeprurës të 13 vjetorit ndaj forcave amerikane në Palmira, njoftoi sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth. Operacioni u përshkrua si përgjigje drejt për drejt ndaj sulmit, i cili kishte në shënjestër personelin amerikan të vendosur në Sirinë lindore. Kjo nuk është fillimi i një lufte, është një shpallje hakmarrjeje, tha Hegseth, duke shtuar se Shobaja nuk do të hezitoj kurrë dhe nuk do të tërhiqet kurrë për të mbrojtur njerëzit tanë. Ai tha se Shobaja ka ndjekur dhe vrarë disa individ gjatë goditjes dhe lat kuptohet se veprimet do të vazhdojnë. Presidenti amerikan Donald Trump tha se goditjet ishin një hakmarrje shumë serioze dhe përmbushje premtimit të tij për të reaguar. Po godasim shumë fort bastionet e ISIS-it në Siri, shkroi ai në platformën e tij Truth Social, duke referuar Sirisë si një vend i përgjakur që ka shumë probleme, por që ka një të arme të ndritur nëse ISIS-i mund të zhduket. Trump tha se qeveria siriane ishte plotësisht në mbështetje e operacionit dhe ju referua udhëheqësit të Sirisë si një njeri që po punon shumë për të rikthyer madhështinë Sirisë. Atë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi sot se eksportet e mbrojtjes dhe aviacionit Turqisë kanë arritur në $7.445 miliard në 11 muajt e fundit, duke shënuar rritje krahasuar me të njëjtën periudhë vitit kaluar. Në 11 muajt e fundit, eksportet tona të mbrojtjes dhe aviacionit janë rritur me 30% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, duke arritur në $7.445 miliard, tha Erdogan në ceremoninë e vënies në shërbim të platformave digjitale. Ai theksoi se Turqia aktualisht është eksportuesi 11 më i madh i mbrojtjes në botë. Presidenti tha se projektet e industrisë turke të mbrojtjes nuk synojnë vetëm zhvillimin e produkteve, por edhe zgjerimin e ekosistemit dhe kapacitetit prodhimit teknologjik. Ai nxitoi gjithashtu se Turqia është ndër 10 vendet në botë që janë në gjendje të zhvillojnë dhe të ndërtojnë anije luftarake të veta. Erdogan tha se investimet nuk synojnë përgatitjen për luftë, por për të mbrojtur paqen, pavarësinë dhe të ardhmen. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve, të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëngjes, deri atëherë.